unë e deklaruam I pafajshëm, dhe sa I përket aktakuzës, vetëm dua të shtoj se po të vërtetohen pretendimet e prokurorës, unë vetë për vetën time kërkoj purgim përjetshëm. Deklarohemi pafajshëm. Lidhur me veprat penale që ju vijnë në bar, deklaroheni? Njëherë, nuk doni më deklaru. Pas provave të mjaftueshme të mbledhura dhe gjatë krahasimit të njëjtave, prokuroria konsideron që ekziston dyshimi I bazuar që të akuzuarit e cekur kanë kryer veprat penale për të cilat akuzohen. Dyshimi I bazuar I prokurorisë është mbështetur në numër të madh të provave materiale, si deklaratave të vet akuzuarit në atë kohë të pandehurve, Kushtrim Kokalla, Naim Murseli dhe Granit Plavës, të cilat I kanë dhënë në polici. Gjatë krahasimit të këtyre deklaratave dhe provave të mbledhura materiale, prokuroria është bindur dhe do të tentojmë ta bindim edhe trupin gjykues dhe publikun I cila është e interesuar në lidhje me këtë rast, që të akuzuarit e cekur kanë kryer veprën penale për të cilën akuzuar dhe veprimet e të cilëve e kanë sjellur deri te vdekja e tani të ndjerës Liridona Murselit. Rëndësishme do të jetë dëshmia e dëshmitarit të tretë Leonardo Ademit, vëllau të të ndjerës Liridona Murseli, shkruajmë beshtërnat. Vëllau I tani të ndjerës Liridona Ademaj. Para natës kritike, pasi që kanë dëgjuar lajmin tragjik. Lajmin kritik, ka ardhur me familje në Prishtinë, ndërmjet tjerash është takuar edhe me të akuzuarin e parë Naim Murselin, pas së cilës së bashku me familjen e tij I ka marrë fëmijët e mitur, të Liridona dhe Naim Murselit, dhe të cilët në vazhdimsi I viziton të cilët gjenden në Norvegji, në Suedi. E po ashtu me dëshirën për të kuptuar të vërtetën e plot, sepse Liridona Ademaj u privuan nga jeta në mënyra çdinake. Besoj se para kësaj gjykate do t'i jepet përgjigje pyetjes së babait të Liridonës, pse Naim ti mundet të dalësh me fëmijët nga vetura e do na meti mrena. Presim. Pyetjes së fëmijëve të Liridonës. Pse babi e la hajnin me ja ba nanës bam. Pyetjes së nanës Liridonës.
Pse s'ko me pa Mali Ridoni? Pyetjes Leonardi, sepse Naimi po mundet aq qetë mi u bërtit fëmijëve atë natë. E një ditë ma vonë, me ushqyën Suez Dajman, si kur s'ka ndodhur asgjë. Ik, para kësaj gjykate, besoj që do të qartësohet edhe fakti se çka pat nevoj Naim Urseli me taku kushtrim kokallën të qendra në Ertil ditën e vrasjes. Mbrojtja konsideron se nuk ka prova të drejta që provojnë se i pandehuri ka kryer apo urdhëruar veprën penale, nuk ekziston një lidhje logjike dhe e dokumentuar ndërmjet sjelljes së të pandehurit dhe veprës penale të ndodhur. Argumentet e prokurorisë nuk të kalojnë nivelin e dyshimit, ndërsa çdo dyshim duhet të interpretohet në favor të pandehurit siç përcakton ligji. Në këtë fazë të procedurës, për shkak të rrethonave të renda dhe gjendjes së renduar psiqike dhe emocionale të pandehurit, i pandehuri nuk do të deklarohet lidhur me fajësinë apo pafajësinë e tij, ndërkohë që mbrojtja do të ndjek me kujdes të gjitha zhvillimet e shqyrtimit gjyqësor dhe do të paraqes prova përkatëse që do të ndriçojnë situatën faktike. Gjatë shqyrtimit gjyqësor, mbrojtja do të paraqes prova dhe argumente që ndërlidhen me rrethona personale, psikologjike dhe sociale të pandehurit para dhe gjatë ngjarjes. Në veçanti, do të parashtrohen faktet dhe provat lidhur me një aksident të rend të pësuar nga i pandehuri rreth 2 muaj para ngjarjes, i cili pa dyshim ka ndikuar në gjendjen e tij psikike. Me asnjë provë nuk vërtetohet fillimisht prezenca e pandehurit kushtrim. Pastaj, prokuria ju referu disa prova, disa raporte forenzike, speciale ekzamimi i armës, raporte autopsisë, dhe disa raporte tjera që mos të Raporteve të autopsisë, këto prova dhe provave të tjera. nuk vërtetojnë veprimet inkriminuese, jo vetëm të pandehurit kushtrim pas të pandehurit,
nuk do të vërtetojnë fajsin e të pandehurit kursrime as të pandehurve të Këto tjerë. prova që vërtetojnë ndodhen në një incidenti, ashtu që shka ndodhë. Të tjerë, por këto prova do të vërtetojnë ndodhin e një incidenti ashtu si që ka ndodhur. Vërtetojnë mënyrën e vdekjes, mjeti që a përdorë, cilat plaka Do që të vdekshpuse, vërtetojnë mënyrën e vdekjes, po, cilat plaka që vdekjepruse, e në Cilat asë plak- për mirë po shakrysi. aprovohet propozimi i mbrojtësës së të pandehurit Naim Murseli